Pra, jemi këtu, pas 3 vjetësh betejë, teci ndrues. Jemi te vendi ku teci ndrues ka vegjetuar për 3 vjet. 2022 kemi protestuar para se ky të nisej nga Bangladeshi drejt Vlorës. Kemi protestuar që të rrinte aty ku ishte, në zvinte në Vlorë, se nuk kishte nevojë Shqipëria për këtë. Koha e provoi që kishim të drejtë. Dhe ja ku është këtu, tashmë vetëm duke vjen miliona euro, pa bërë punë natyrisht. Ditë veçanta që vizet në nxjerrje një këtyre të zi, por kjo ka vetëm një qëllim, që të justifikoj grabitjen e madhe. Shkurt, dhe të liroj hapësira, dhe të largohet që këtu. Besoj se qytetarët e Vlorës do të ndërgjegjësohen dhe do të protestojnë që ky tec të largohet nga regjimi i Vlorës.